Tre ushtrit më të fuqishme në botë. Numri 3, Kina. Me një popullsi kaq të madhe dhe me një buxhet shtetëror të fortë, shteti kinez ka lulëzuar. Densiteti masiv i këtij vendi ka bërë që ekonomia e Kinës të shkojë gjithmonë në rritje. Kina ka ushtrinë më të madhe në botë, me më shumë se 2 milion ushtar. Ka një forcë të armatosur dhe të servitur mirë, të mjaftueshme për të penguar çdo kërcënim, edhe nga shtetet e mëdha. Kinezët kanë investuar në modernizimin e ushtrisë dhe shpenzojnë rreth 230 milion euro për mbrojtjen e vendit çdo vit. Ka rreth 4950 tanke. Përveç kësaj, ushtria kineze ka më shumë se 350 bomba nukleare dhe parashikohet se deri në vitin 2027 të shkojë deri në 700 bomba. Në modernizimin e ushtrisë së saj, Kina ka bërë përparime të mëdha, veçanërisht në teknologjinë e përparuar, në aftësi detare dhe fuqitë ajrore, dhe vazhdon të eci me shpejtësi të madhe si një fuqi ushtarake nga më të mëdhat botërore. Numri 2, Rusia. Federata Ruse ka një traditë shumë të gjatë ushtarake dhe numëron mbi 900.000 ushtarë. Në këtë ushtri spikasin forca toksore, sepse janë mjaft të përgatitura. Rusia ka një arsenal të madh armësh, por ajo që është më e rëndësishme, duhet nënvizuar se ushtria ruse ka numrin më të madh të bombave bërthamore në botë, me më shumë se 6225 bomba bërthamore. Pra një rekord botëror. Bomba Tsar, që mban emrin e koduar Big Ivan, është bomba me hidrogjen më e fuqishme e testuar ndonjëherë deri sot. Rusia ka 12.566 tanke. Gjithashtu ka demonstruar aftësitë e saj në shumë lloj konfliktesh që ka patur dhe ka një ushtri kompakte. Buxheti i mbrojtjes së Federatës Ruse tejkalon shifrën mbi 140 milion euro. Ushtria ruse posedon një numër të madh të arsenaleve moderne, duke përfshirë këtu aftësitë avancuara bërthamore dhe projeksionin efektiv të forcës. Potenca strategjike dhe ushtarake forcon pozicionin e saj si një fuqi e rëndësishme globale. Numri 1, Amerika. Amerika ka buxhetin më të madh në botë për mbrojtjen e vendit. Merreni me mend, Amerika shpenzon rreth 700 milion dollar, pra 5 herë më shumë se sa shpenzon Rusia për ushtrinë e saj. Shtetet e Bashkuara kanë 5500 tanke dhe 5400 koka bërthamore. Amerika posedon teknologjinë e fundit ushtarake. Ka një aftësi të projektimit të fuqisë globale dhe një forcë ushtarake shumë dimensionale. Gjithashtu, USA mban si rezervë mbi 1.4 milion dollar para aktive. Ushtria amerikane ka një pozicion dominues global, sepse gjendet kudo, fal edhe avantazhit të saj teknologjik. Buxheti dhe aftësia globale e dislokimit mbetet fuqia e parë ushtarake, e aftë për projeksionin e forcës dhe reagimin e shpejtë. Ndërkohë, promovon diplomacinë ndërkombëtare, bashkëpunimin dhe mbrojtjen e konsiderueshme ndërkombëtare. Njëkohësisht është kritike për ruajtjen e stabilitetit e sigurisë globale. A e dini se sa armë mjaftojnë për shkatërimin e botës? Sipas ICAN, Institutit Ndërkombëtar të Eliminimit të Armëve Bërthamore, vetëm 1000 koka bërthamore do të mjaftonin për të shfarosur gjithë botën, pra 5% e armëve bërthamore për ta kthyer planetin në një shkretëtirë totale. A e dini se çfarë mund të ndodhë nëse këto superfuqi do të përplaseshin në një luftë bërthamore? Përveç shkatërimit të menjëhershëm të të gjitha vetbanimeve të planetit nga shpërthimet bërthamore, pasojat do të jenë katastrofike. Do të ketë një stuhi gjigant dhe zjarri, dhe kur çdo gjë do të ketë pushuar, atmosfera e tokës do të kthehet në një dimër bërthamor. Sëmundjet do të jenë të panumërta, shkak i rrezatimeve që do të përhapen deri në stratosferë. Bllokimi i menjëhershëm i teknologjisë moderne për shkak të impulseve elektromagnetike do ta kthejë botën përmbys në një kolaps total. Pas kësaj kasapane të një lufte termonukleare, temperatura e tokës do të bjerë në disa gradë Celsius, për vite me radhë. Të mbijetuarit, nëse do të ketë, gjenet e tyre do të transformohen në kush e di se çfarë, e megjithatë, ata pak do të shqyejnë njëri tjetrin,
siç e ka për shtat njeriu i zhvilluar. Mandej, gjallësa e fundit njerëzore ndoshta do të ulet në gjunjë, duke kërkuar falje e duke mallkuar veten që shkeli në këtë planet.